Selam. Kur të falem namaz më dridhet krejt trupi. Aleikum selam. Shko te doktori, bani analizat këshire çka ki. Nëse e në rregull, pra vazhdoj namazin. Unë di me thonë, jo këshire, jo magjia, jo smuja psiqike, jo... Andaj, e këshilloj vëllezërit e motrat që kanë me komentu, mos i bani njerëzit vezvese, le të shkojnë njëri te doktori, le të këshyret. Nëse është mirë, na i themi vazhdo namazin. E keqja që është pranë teje, me lejet Allahut azhjal largohet. Po jo detyrimisht më quhet me komentu me thonë ki këta, ki ata. Kolla është mi bani njerëzit vezvese pa argumente. Vazhdo fali namazin vëlla, mos u dorëzo. Anën mjekësore këshyre, kurse pastaj namazi çka do që të kesh ti, që unë nuk po thamë se ke kur gja. Me namaz je gjithmonë fitimtar.